Në Shqipëri, opozita e sulmoi sot sërish ashpër qeverinë lidhur me ndryshimet e propozuara nga kjo e fundit në ligjin për nëpunësin civil, pasi gjykata kushtetuese hodhi poshtë aktin e saj normativ që shtynte me 6 muaj hyrje në fuqi të efekteve të tij. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se shumica kërkon të shkojë deri në fund pastrimeve në administrat, ndërsa paralajmëroi se kryerja e një anshme e reformës administrative do të zbristë opozitën në sheshe dhe rrugë për të protestuar. Korespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Asnjë sinjal paqëtimi nuk duket në skenën politike shqiptare, ndërkohë që opozita po ashpërson veprimin e saj duke ju drejtuar edhe protestave si ajo e paralajmëruar pas pak ditësh. Ndërhyrja propozuar nga qeveria në ligjin e nëpunësit civil, pasi akti normativ i saj u rrëzuar nga gjykata kushtetuese, vetëm sa e ka ndezur më shumë për plasjen e spalve. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ky veprim synon zhbërjen e plotë të ligjit, i cili u miratua me konsensus majën e vitit të shkuar si pjesë e detyrimeve ndaj Brukselit. Tani që hoqen maskat, shqiptarët po e kuptojnë qartë se të gjithë e kanë patur me shqiptarët po e kuptojnë qartë të gjithë se e kanë patur me hile tër diskursin e famshëm të nevojës për kohë për aktet në ligjore e tjerë justifikime që nxorën gjatë kësaj periudhe. E kanë patur me hile, e kanë me hile. Ndaj po nxitojnë t'i vënë zjarrin fare ligjit që nuk morën dot me dredhira pseudo-juridike. Por sipas qeverisë, ndryshimet e propozuara janë teknike, madje siç u shpreh pak ditë më parë ministri e inovacionit Merida Harito, për disa raste ofrojnë më shumë mbrojtje. Ligji i miratuar, pra në maj të vitit 2013, kishte një tëmet serioze. Nuk parashikonte asnjë rregullim të pasojave që sjell ristrukturimi apo mbyllja e një institucioni duke i nxjerrë nëpunësit në rrugë, pa asnjë mbrojtje. Ndryshimet e propozuara kanë vetëm një qëllim: garantimin e mbrojtjes edhe në rastin e daljes nga shërbimi civil. Qeveria gjen edhe një herë rastin për të shprehur qëndrimin e saj të palëkundur për të respektuar dhe zbatuar kushtetutën dhe ligjshmërinë në vend. Debati mbi këtë çështje pritet të jetë i gjatë edhe në komisionet parlamentare e në sallën e parlamentit. Tërheqja e qeverisë nga ligji për nëpunësin civil ishte përfshirë në kushtet që Partia Demokratike kërkon si shenjë për rikthimin e konsensusit në mënyrë që ajo të përfshihet në një tjetër reformë të rëndësishme, siç është ajo administrativo-territoriale. Shumica ka deklaruar se do të presë edhe opozita të bëhet pjesë e kësaj reforme, por duke saktësuar se pritja nuk do të jetë pafund. Por një reforme e realizuar në mënyrë të njëanshme do të bënte, siç paralajmëroi sot zoti Basha, që opozita të i drejtojë protestave në sheshet dhe rrugët e vendit. Nuk i kanë numrat e popullit për të votuar një reformë tillë. Kanë vetëm numrat e pazareve dhe kjo vetëm e shumë fishon zullumin e njëanshmërisë për një reformë që zakonet, tradita dhe standardet europiane e kanë shenjtëruar si gjithëpërfshirëse. Edhe po të kishin numrat. Kjo është një reformë që si minimum kërkon konsensus politik me opozitën dhe si optimum konsensusin gjithëpërfshirës qytetarëve shqiptarë. Na presin kot sa për të larë gojën nëse nuk zgjidhin çështjen e votimit me konsensus të kësaj reforme shumë të rëndësishme dhe rivendosin e konsensusit në tërësi. Pak të zgjidhje. Ne do t'i presim me kushtetutë në dorë në sheshet dhe rrugët e protestave dhe kundërshtimit të fuqishëm popullor. Të njëjtën ditën e përvjetorit të rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha, opozita ka njoftuar një marshim proteste në Tiranë, i dyti manifestim kundër qeverisë pas atij të nëntorit të kaluar për dyshimet për blerjen e votave në zgjedhjet për kreun e Bashkisë së Korçës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.